Ju përshëndes. Sot ju tregoj se si bëhet krasitja shortimi i një hardhije trushit. E tash vazhdojmë. E këpusim domethënë këtë pjesën sa më afër bazës, aq më mirë është. Normal këtu kishte më qenë mas mirë, po është shumë afër bazës edhe për me lidh po më shumë vështirë për çfarë arsye po bëj këtu. Do të më shiu është domethënë llastari dhe hardhia që e kem këtu, a është domethënë e shëndetshme? Këtë rast është e shëndetshme si po shifet. Tash do të më gjet një llastar, një prodhuesi tjetër që e preferojmë na. Do të tjetë rashsin, do të me pas njësoj sukur llastari që është në këtë pjesën këtu. Edhe tash sythat, do t'i shohim sythat. Sythi i mram. Në këtë llastar është kon këtë pjesën kënej. Na do të pa tjetër që sythi i jon e llastarit tjetër që domethënë që krasisim këtu do të jetë në këtë anën e kundërt. Kështu do të jetë. E tash vazhdojmë domethënë ne premëm do të më bën këtë pjesën këtu, edhe këtu do të më bën këtë pjesën kënej. Tash e bëjmë premën, do ta keni një thik ose një diçka që është shumë e mrehtë, edhe është e pastërt. Edhe bëjmë kështu në këtë mënyrë. Këtë mënyrë bëhet kjo. Tash ju tregoj se si e bëna, se unë jam të fol, po kështu. Domthonë duhet të jetë gjithmonë e rrafsht. Edhe shkojmë edhe e prem në anën e kundërt. Kështu. E fusim në ujë. Edhe tash e bëjmë njëjtën gjë te llastari që e kem këtu. Kjo do të jetë kështu. Premja do të jetë pe kësaj anës kënej. Do bëjmë kështu. Thuaj se vetë se preva shumë. Edhe një. Jetë kështu. Do e largojmë. Domethënë do të jetë kështu. Duket mirë, atëherë ja në anën e kundërt domethënë ja prem edhe këtu. Po gjithmonë ngadalë. Këtë mënyrë. Edhe tash e fusim llastarin e preferuam këtu. Pa e dëmtuar domethënë. Përpuzja duhet të jetë spaku njërin anë. Qofse është e përpuzën në dy anë, atëherë është mënyra më të mirë që mundet më bëj. E kështu tash më përpuz, po përpuzet. Këtë pjesë do të nja hiq pak se është shumë. Edhe këtu është pak shumë. Edhe këtu është pak shumë. Edhe këtë pjesë e largojmë. E presim edhe aty. Kështu. Edhe kështu. Tash e marrëm domethënë izolirin, cilët ky është ekstra për me bon shortimin e rrushit ose edhe pemëve tjera. Qofse nuk keni kësi lloj të izoluesit, atëherë e merrni edhe ky i rrymës. Ky është izoluesi i rrymës, edhe ky bën. E tash e marrëm këtu. Anën e kundërt domethënë. Kështu. Edhe. Jo. Ja, kjo s'ka kurrë, edhe fillojmë herë për fillimi. Kështu. Kështu.
me ngrej shumë nuk bën se kputet, kështu që edhe në këtë mënyrë gjithmonë duhet me shiu a janë këto ta të përpusën sa duhet me zveti. Edhe vetëm sa thuj se po. Ky është një lloj që pe shortojnë këto, kjo është një lloj shumë i mirë, është një lloj i hershëm. Thuaj se në muajin fillim në muajit gusht vetë se pjeset edhe për atë shkip e vaj. Është shumë me rëndësi me ditë se prej tashi e tutje është mirë mos me pas mos me qenë grad, minus grad, se nuk është mirë për lidhjen e dy llastare, domthonjë ky dhe ky ta do të mu kriju, këtu do të mu kriju kalios edhe do të mu bashkuar me zveti në trup. Nëse kemi domthonjë nëse kemi nëse kemi domthonjë grad ulta atëherë nuk krijohet kalios. Edhe këtë pjesën nalt duhet pa tjetër me izolu për të një arsye se që mos mu tha kjo deri poshtë. Tash mujna me marrë edhe pak prej izolirit që është domethënë izoluesit që është i elektricistave. Edhe mujnë edhe me këta me izolue. Edhe këtë mënyrë kështu mjafton. Edhe kanal pak. Sy thatë gjithmonë nuk bën mu izolue, se nuk qelin domethënë këtu. Edhe kështu, shpresojmë që kjo të lidhet, domethënë të lidhet me llastarin e vjetër, ky riu, edhe shpresojmë që ka diçka tani që qel sythi këtu edhe kemi një lloj tjetër trushi. E tash e bojmë shortimin, shortimin e njëjtës hardhi, po në një llastar tjetër domethënë. Këtu thuj se vetëm thuj se e kemi bo. Edhe atje e bom pak më herët, e tash e bojmë këtu. Edhe si herë e bojmë në njëjtën mënyrë, vetëm se lloji i rrushit është domethënë tjetër lloj. Shohim atë çfarë kemi, ata kanë qesh. Të marrim një lloj roze. Ky lloj roze, ky është pa fara, shumë lloj mirë. Edhe tash edhe këtu gjithë sythat që janë të poshtëm, domethënë i tërhiqshëm, që janë deri te baza këtu. Edhe këtu e prejmë këtë pjesën këtu. Edhe këtu e bëjmë në njëjtën mënyrë. Gjojmë llastarin që po dojmë me krasitën to. Sythi i poshtëm ka qenë këtu. Ky joni duhet të jetë në anën e kundërt. Domethënë duhet me prej këtë mënyrë. Tash e prejmë. Tash e prejmë këtë mënyrë. Kështu. Këtë mënyrë duhet të jetë kjo drejt. Edhe këtë mënyrë duhet të bëhet. Tash fusim në e prejmë në anën e kundërt domethënë. Kështu. E fusim në ujë. Tash e marrëm edhe një herë e marrëm. E shohim domethënë duhet të jetë patjetër kënej prerja dhe syri do të jetë këtë anën kënej. Domethënë kështu. Tash e bëjmë kështu. është pak po pengon ky llastari që e kom shortu më herët. Këto kom shortu para 3 ditë.
Unë pengon. Edhe domthon këtë mënyrë. Edhe këtu njëjtën sistem e bëjmë një prerje në anën e kundërt. Marrëm llastarin domthon edhe fusëm këtu mbrena. Trashësia e llastarëve do të jenë trashësia do të jetë e njësojt. Nëse nuk është e njësojt spaku njëra në anë do të me qenë e njëjtë, pa tjetër. Edhe tash këtu e këpusëm se është shumë e gjatë. Edhe këto në kënej është në shumë e gjatë. Edhe kjo po duket shumë mirë. Shlavim për duhet edhe kështu. Kështu. Kështu po duhet. Tash e marrëm izolirin. Ky izolir është ekstra për me bo domethënë shortimin e rrushit ose e pemë tjera. Qofse nuk keni kësi izoliri, atëherë mundi me marrë edhe izolir të rrymagjive që i përdorim për rrymë, edhe me to funksionon. Edhe këtë mënyrë e shortoj domethënë unë e rrushit, se nuk e dija po duket mirë se mund me ngrej shumë kjo këputet se nuk është bash stabil. Duhet let. Këtë një shkam. Tash edhe këtë pjesën këtu duhet me izolua për shkak që mos mo tha. Kjo bën vetë bratë një për mos mo tha. Edhe kjo mjafton. Tash e marrëm edhe pak izolir të rrymës, edhe mujmë këtu me izolua një pjesë me ta shumë letë. Edhe këtu pak. Edhe domethënë duket tani kështu. Kështu. Edhe thuaj se shortimi përfundoi. Këtu domethënë kem 3-4 lloje në ardhi, funksionon. Edhe mas 3-4 jave domethënë shohim a ka funksionuar jo. E tash këtu e kom bën domethënë shortimin e rrushit, disa lloje të rrushit i kom shortu këtu, siç e tregova atje më herët, njëjtën mënyrë kom bën edhe këtu, vetëm se këtu është hardhia është në 4 vit, edhe e kom bë edhe këtu, nuk ka problem edhe nëse është më e vjetër hardhia mundet mu shortue, domethënë në lloje të tjera të rrushit. Kështu e kom bë këtu e kom bë para 2 javë ditë, shpresoj që këtu funksionon, se nuk i dihet se kem pas na këtu minus grad kemi pas. Kurse këndej i kam disa lloje tjera. E siç po shifet këtë pjesën tjetër, këtu e kom bo vjet. Edhe pse llastari poshtu me llastarin e epër nuk e kam pas trashtinë e njëjtë, prapë se ka funksionuar. Kjo është e vjetit,
edhe siç po shifit ka funksionuar, është një lloj shumë i mirë. Edhe këtu gjithashtu në 4 vene është shortuar, domethënë. Kështu mundet me bo shartimin e hardhësisë trushit.